Përshëndetje dashur miq, ja ku i kthyem në lajmet nga Visi në Gaza News. Në fakt jam i pari në Shqipëri i cili ka marrë update-in më të fundit të Meta AI. Më thënë, i pari në Shqipëri që kam inteligjencën artificiale të Metës. Dhe është diçka fantastike në fakt. Ku të ishim është. Okej, një sekund. Ja ku jemi një moment, do ja u tregoj së shpejti. Siç mund ta shihni, kam marrë update-in më të fundit të Meta AI me inteligjencën artificiale të WhatsApp-it, një update me Llama 3.2-shin, siç mund të shifët edhe qartë, dhe del edhe këtu, që ju ndihmon të bëni mesazhet e gjërat e tjera të tilla nëpërmjet inteligjencës artificiale të Facebook. Kjo është një update që do shfaqet shumë shpejt në të gjithë telefonat, por për momentin vetëm disa zhvillupatorë si puna ime. Në fakt mendoj se jam edhe i pari në Shqipëri që e kam këtë gjë, dhe nuk di saktësisht kur do shfaqet në të gjithë. Sidoqoftë, vazhdoni të bëni update WhatsApp-it sepse shumë shpejt do shfaqet edhe juve Meta AI.